Diaspora, si vim në aeroplan, e shohim Kosovën me një sy tjetër. Ne po na shohin, po na çdo kontribut që e japin për një që jetojnë këtu. Let na shohin, let na ofendojnë, let thojnë çka dojnë. Kosova është shteti joni edhe do të mbetet i joni. Na kuja kena vendos m'ja dhon votën, krejt Kosova let përmbysë se unë ku m'ja dhon që ati që kom vendos, e në qërim m'ja dhon votën. Krejt let ka qenë LDG-s i përbetum. Ati që ka na thojnë ne bosat kur vinë në vendet punës ku ne punojnë. Kini lind me fat që Zoti ja u ka dhurua këta dy njerëz, Vjosën edhe Albinin. Zvicranët kanë shumë respekt. Ital me pas mamin, prej të portieri më ka duhet me dhanë për me mlanë me hitë nona jem. Shkan bleje këto, bleje ato këtu, po mënej para 10 vite, se sot qëre një gjë do m'ju thonë, ju e sheni Kosovën këtu mrena, a mund është ti me pa që të sheshin pjeqit ujtë ma bukur, a me hip këtu në atë ma e grandit, e she ma shumë. Na diaspora, si vim në aeroplan, e shohim Kosovën me një sy tjetër. Na e shohim gotën edhe mrena, po e shohim edhe për jashtë. Ne po na shohin, po na çdo kontribut që e japin për një që jetojnë këtu. Nuk e japin për veti. Unë asnjë gjë prej 89-ën që kom shku në Zvicër nuk kom marrë prej Kosovë. Unë vetëm kom kontribua. Edhe sot kur vi pensëri kur hip në aeroplan, e deri në moment që kthena, fiton aeroporti, fiton taksi, fitojnë dyqanet, fiton restoranet, fiton familja ime, ju ndihmoj. Kjo është një lehtësim për shtetin. Po, thashëm, po mos ishit ju edhe Kosova të ishte kështu, ndoshta. Sikur ta kishin ata analistat mendimin tim, kisha qenë shumë e lumtur. Po nuk e kanë. Këshyra, po ata çfarë po i obligojnë njerëzit ka 13 orë, 15 orë, 30 orë me nejt nëpër kolona, se ja u munduan me ja hub drejtën e votës. A është të merke? Neve në Zvicër na votojmë çdo 3-4 muaj. 1 kilometër rrugë, pa edhe na vulen, nuk mundet më shtrua. Ne na vjen zarfi në shtëpi, hapim plikon, votojmë, e mbyllim, e kemi afer banese kutin, e qesim, edhe as pagujmë pulla administrative, beso që na kur votojna përmes postës, ose në ambasada. Me shku me makinë, nuk iku me lanë kerrin. Ne pagujmë ka 20, 30, dhe në 50, nështë dhe dikush pagujnë edhe 200 euro fronga me shku me qua një votë për Kosovë. E pse mos m'ja mundësua edhe në për sala sportive. Ne në Zvicër, ditën e fundit, i hapin çdo qytet ka një salë, ai që s'ka mujt me votu prej shtëpis, vjen 5 minuta voton edhe ik. Shkon. Këta tonat këqija të i banë. Pse njerëzit po vdesin në për rrugë, a nuk është gjëna, kur ka mundësi me një salë të sportit, që ka 100 metra për banese, shkon e jep atë votë atë u kry. A dhe që vota të është interes të ne, ala? E di, o vla, e di, këta ne na dojnë për remitanca, na dojnë vetëm kur kanë interesin e votës, si të marrin votën, ne fillojnë me na sha. Përsëri me na ofendua, po ka të kanë, o vla, let na shojnë, let na ofendojnë, let thojnë çka dojnë. Kosova është shteti joni edhe do të mbetet i joni. Na kuja kena vendos m'ja dhon votën, krejt Kosova let përmbysë se unë ku m'ja dhon që ati që kom vendos, e në qërim m'ja dhon votën. Krejt let e shojnë, krejt e ofendojnë. Unë e kom bon këtu, edhe u krye jo punë. Kush ishë ma i preferuni për juve më palë që më pysë? Se drejt votës keni shqipë? Vetë vendosja me Albin Kurti. Ky ka qenë LDG-s i përbetum. LDG-s? Po, i LDG-s. Me Rugova. Deri sa ka qenë Rugova gjatë. Në atë moment kur ka ndru Rugova, Gandhi Balkanit. po edhe, është e vërtet, këtë flasin se ai ka qenë gjithë shka për Kosovë, edhe për Shqiptari. Pe momentin, kur ka qenë vorrimi tina, që ju pengua edhe garda, me marë pjesën vorrimin e tina, edhe kur tentuan me vorrosin një qytetar të thjesht, në vorrat e dëshmorëve, aty ka thonë ki kur njët mo me LDK nuk jam. Edhe kur s'kemi qenë. Vetë vendosjen e kemi, që atër kur e rëzunë në pandemi, Zvicra, Gjermania ja vazhdoj, politikanëve vazhdoj qeverisë mandatin, se nasi rreziku ti nuk shmunish me rrezu pushtetin. Ata e shkarkun Albin Kurtin, edhe që aty diaspora u bë shumë agresive, edhe të thamë, hajtë ta provojmë këtë njeri.
Ta këshyrim çka po bën ky për këtë popull. Ka ndryshuar diçka në kurti? Po, ka ndryshuar shumë. Tregoni çka ka ndryshuar. Po, mas pari të më, pjesë ekziston njerëzimi, fëmijë ka pas. A ka pas fëmijë në Kosovë? Se 20 vite këta asnjëherë nuk mendon, mas pari për fëmijën e fukarasë, fëmijët aty në kanë pas miliona, po vëllau kanë pas. Nona tona tani jetën janë heroina, nona tona tani jetën kanë lindën çfarë kushe i kanë rritë fëmijën. Pse këta nuk menduan njëherë për nonën Leone me thonë, hej, ka dalë bre, në vetë njëherë po ja jap një dhurat, le të shkon një drek, le t'ja u ble fëmijëve. Asnjëherë nuk ndodhi. Asnjëherë. Pensionerët, kur ka ardhur Albin Kurti në pushtet 90 euro, nona jeme ka pas pension. Sot e ka 150 euro. 500 euro i ka dhënë si shpërblim për 4 vite. Ajo ka qenë lehtësim për mu e për familjen vllazërit e mi. Mja dhënë 1800 euro ma pak nonës në vetë, për njëve nuk është pak, o vëlla. Se na nuk i Një barë madhe do të hiqet edhe për juve. Jo e madhe, po tepër e madhe, se na nuk jemi mësu, mi dhënë shteti për të vemi diçka. Pastaj ndodhi këtë fushata që 500 nëna leona do t'i marrin 5-6 Me muaj. rritje, po, edhe çka më mira, i rriti edhe shtesat e fëmijëve. Çka po më pëlqen më shumë ti? Veteranëve që tha do t'ja u hek, do t'ja u se këta ja u kanë ndalu drejtën e punës. Nëse ti je veteran o vëlla, ndoshta ti nuk mune me punu që tavolinë me çu, po ti mune një punë të lehtë me bë. E fiton pak më shumë e i man familjet pak më lehtë. Këta si doin këta njerëz, kanë dhënë gjymtyrë të trupit për këtë shtet, edhe tash këta me jetua me një penzion të invalidit. Ndoshta i ka 5-6 anëtar familjes. Nuk ka mundësi ai me jetua në ato kushte. Ky e tha që do ta hek. Unë besoj që nëse ky fiton, këto ka me bë. Ky është kokfort shumë. Albini është, unë e di se unë jetoj në Zvicër, na kem kontakt me lloj-lloj njerëz. Atë që na thojnë ne bosat kur vinë në vendet punës ku ne punojmë. Thojnë ju keni lind me fat që Zoti ja u ka dhuruar këta dy njerëz, Vjosën edhe Albinin. Zvicranët kanë shumë respekt. Përpara kur kanë ardhur, as kanë ditë gjermanisht, as kanë ditë anglisht, me përkthyesa, përkthyesi nuk ma përkthen mu fjalorin që tash si kur unë që e flas. Unë e di atëherë 2000-ën, erdhë kryesorit e unë në vend punës, më tha Zoj, kam një pyetje për ty. Tha, se atje ta lypin historinë e familjes, se ndoshta kidi ka një jashtë e den. Si ka mundësi, tha ju, që jetoni në Zvicër, jeni të shkollum, si ka mundësi që i përkrani njerëz të korruptum? Tha, a disa na dëmtoni ju neve, korriku edhe gushti, unë e kom punu në shitje. Thojke, 50% na gjitha produktet ushqimore, tekstil, kreç ka në Zvicër, nina duhet ma përgjys ma pak me porosit. Se ju shkoni në Kosovë, ju krit paret i qani në Kosovë. E ju njerëzën e juj, po ja u qani të korruptumve. E i thash, po zotëri, thash, kanë me votu. Tha, ju e keni në shansën maksimale. Çfarë shanse? Se s'pe provani, tha Albin Kurtin. Provani këtë djallë të ri, se na ja dhurojmë djemë të ri, thash që na shqiptarve, jo kemi buhari. Qëlloj ardë djallë jam aty, ishte në shkollë profesionale, thash, ka po ban të, tha, jom të studiua finansat. Tha, sa fatë është të ri që ka me pas një financier shumë të mirë. Tha se edhe nona jote tha është e zgjut këto, në venin e punës. E vitë kemi dëshirë me vizitua. E tani nisim na, me thonë, hej, prit bre, ka dalë, ta provojmë edhe qëtë njerë. Ka shgënjë? Jo. A di përse s'm ka shgënjë? Vetëm sen që e ka bon. 17% teritorit ja ka këtë Kosovë. Ajo pjesë ka qene. Na kena pa, nështë më shumë se jo. Unë kur vishan pushim edhe të thajshin, o kanë mi adhon që atë pjesë edhe mu shlirua. A janë mërë këta në mërë. O njerëzit që nuk studiojnë, nuk din. Para më do pa ujman. Gjysa e Kosovës me pa uj. Para më do pa i Lepenc. Krejtë Kosova me të në tërë. Na tani na u ki duft me thonë Sërbis, hajde merë nasu po vina dhe na me ty. Qështë do me jetua pa uj dhe pa rrëm? Qështë po da në vla me jetua? E njerëzit duhet me mësua historinë. Historia që nuk mësohet, ajo përsëritet. Njeri kur haran të përsëritën gabimet, po një gabim të falet, po i dyti nuk të falet. Shqiptarë kanë bërë shumë gabime në për histori.
Vetëm një të regam, cili udhëhes i Kosovës i ka përmend 4 gjenocide ndaj popullit shqiptar. Vetëm që ta ma thuj, i vetëmi kë. Edhe kudo që ka shku, e në Zvicër, në për gjitha shtetet, ka thonë, ne jemi viktim 4 gjenocide i kemi përjetua popullit shqiptar. Une për para, kër e kemi mësu historinë, kemi mësu për disa sene, mirë po, edhe truni haran, se mos me përkra vlla, përkra e njerë, e pja një shansë, 4 vjetë. E shep po punon mirë, e pja dhe 4, që se s'punon mirë, lapsin e kini, gishtat janë t'juj. Çdo vot ka emën e mbjemën. Ajo vot ka me të kushtua 4 vjetë, si për mirë, si për keq. Jepjani, na atje këshyrim, unë edhe burë jam këshyrim, jetën e kemi atje, ardhmërinë e kemi atje, po këshyrim cilët i përkrahin të hujtë. Edhe ja u jepin votat. Po, edhe djemë tonë më thrasin, mam, votoje qëto se ky është në përkajnë e shqiptarëve. Edhe votojmë, edhe pse jetojmë atje. Edhe këto mëre vlla, Albini ka linë Prishtinë, është një Gollakut. Babën e ka prej Ulqinit, anë 4 kollës, nuk e ka për Vladimirit që thë ke Hashimi. Jo, 4 kollë, fshati i tina është 4 kollë ku ka linë taj. Po në fundit shqiptarë është bre vlla. A jena bre shqiptarëna? Pse mos me dash njëri tjetrin? Çfarë problemi kena na me veti? Po të mos më marrë shumë kohë që e kaluam minutazhin e intervistës. S'ka problem, Po të në fund, nëse këtë intervistë e she kryeministrin detyrë që është dargim. Po. Çaj kush e thon dy fjalë përmes kamerës sonë që ndjekim shumë ne. Çaj kush e thon para kamerës? Unë i kisha thonë sikur ajo non lukja e qyshkut pejes më duket. Albin mos shope. Deri sa dënë populli puno si duhet. Qatë moment që të shirë si populli nuk po dënë, largohu me faqet bardhë. Largohu me faqet bardhë. Po deri sa populli dënë mos shope, puno për popull. Se aja ashtu kështu pasuri s'ka edhe nuk do të banë kur pasuri në Kosovë. Ajo është ashtu i lindun, i rritun e edhe dëkum. Unë vesh këto aja kisha thonë, mos shope. Deri sa e ke popullin që dënë, vazhdo puno mos e shgeni popullin. Përse jo ne po besim kështu të shpresom, ju uroj më të mirat, e shijova këtë intervistë. Faleminderit. Ju uroj Zoti, uroj shëndet dhe gëzime, u pafshim për të mira. Inshallah. Kënaqësi shumë që u takuam. Faleminderit. Uroj më të mirat.